Dita e 10. William Tyndale, rreth viteve 1494-1536. Përkthyesi i fshehtë. Nga John Piper. Në fillim të viteve 1530, një tregtar anglez i quajtur Stephen Vaughan urdhërua nga mbreti Henry VIII që të gjente William Tyndale dhe ta informonte që mbreti dëshironte që ai ta linte Evropën dhe të kthehej në MMD. Në një letër të shkruar më 19 qershor 1531, Vaughan i shkroi për Tyndale 1494-1536 këto fjalë të thjeshta: Kam vënë re që ai është nga ata që në një vrim i bien fyllit. Vrima në të cilën i biente fyllit Tyndale ishte kjo: a do ta lejojë mbreti i Anglisë përkthimin e Biblës në gjuhën e folur të popullit të tij? Nëse jo, Tyndale nuk do të kthehet. Nëse po, Tyndale do t'i dorëzohet mbretit dhe nuk do të shkruaj më asnjë libër. Mbreti refuzoi. Prandaj Tyndale nuk u kthye më kurrë në MMD. Për shkak se mbreti dhe Kisha Katolike nuk do të lejonin kurrë përkthimin dhe shtypjen e Biblës në anglisht për të lexuar nga njerëzit e zakonshëm, ishte Tyndale ai që e bëri këtë, edhe pse e dinte se kjo mund t'i kushtonte jetën e vet. Kështu edhe ndodhi në realitet. Bujqit do ta njohin Biblën e tyre. Në vitin 1522, kur ai ishte në moshën 28 vjeçare, Tyndale shërbente si mësues privat në shtëpinë e John Walshit në Gloucestershire të Anglisë, dhe pjesën më të madhe të kohës së vet e kalonte duke studiuar dhjatën e re në greqisht, të botuar nga Erasmi vetëm 6 vite më parë, në vitin 1516. Teksa të vërtetat të reformimit po bëheshin edhe më të qarta për Tyndale përmes dhjatës së re në greqisht, ai ra në sy në shtëpinë katolike të John Walshit. John Fox na tregon që një ditë një studiues i bezdisur katolik, teksa po hante darkë me të zotin e shtëpisë në praninë të Tyndale tha: "Më mirë pa ligjin e Perëndisë se sa pa atë të papës." Tyndale kërceu i kuq flak dhe plot pasion tha fjalët e tij të famshme: "Unë sfidoj papën dhe gjithë ligjet e tij. Nëse Perëndia ma kursen jetën për shumë vite, do të bëj që edhe një djalosh fshati që lëron me parmend të di më tepër nga shkrimet se sa ti." Crescendoja e fyllit. 4 vite më pas, në Worms të Gjermanisë, Tyndale ja doli ta përkthente në anglisht dhjatën e re greqisht dhe filloi ta fuste kontraband në Angli, duke e fshirë mes dengjeve të rrobave. Në tetor 1526, peshkopi Tunstall e kishte ndaluar qarkullimin e Biblës në Londër, por ishin shtypur të paktën 3000 kopje. Librat po arrinin në duart e njerëzve. Përgjatë 8 viteve në vijim, u printuan edhe 5 botime të tjera të paligjshme. Në vitin 1534, Tyndale botoi një dhjatë të re të rishikuar. Pasi ndërkohë kishte mësuar edhe hebraishten, ndoshta në Gjermani, gjë e cila e ndihmoi të kuptonte më mirë lidhjet mes dhjatës së vjetër dhe asaj të re. Biografi i tij, David Danieli, e quan këtë version të dhjatës së re të vitit 1534 si kryevepra e jetës së tij. Nëse Tyndale vazhdonte t'i binte fyllit po në një vrim, kjo ishte crescendoja e këngës së jetës së tij, dhjata e re e përfunduar dhe rishikuar në gjuhën angleze. Për herë të parë në histori, dhjata e re në greqisht u përkthye në anglisht. Para martirizimit të tij në vitin 1536, Tyndale do të përkthente në një anglishte të qartë të përditshme, jo vetëm dhjatën e re, por gjithashtu edhe 5 libërshin, nga Josueu tek 2 kronikave dhe Jonën. I gjithë ky material u bë baza e Biblës së Madhe, që u botua nga Miles Coverdale në Angli në vitin 1539, si dhe baza për Biblën e Gjenevës, e cila u botua në vitin 1557. Bibla e Kombit, që u shit në për më tepër se 1 milion kopje nga viti 1560 deri 1640. Përkthimi i Biblës dhe e vërteta e Ungjillit. Çfarë shtyu Tyndale që gjithë jetën e vet
t'i binte fyllit po në një vrim, ishte bindja e tij e palëkundur që të gjithë njerëzit janë sklever të mëkatit, të verbër, të vdekur, nën mallkim dhe të pashpresë, si dhe që Perëndia, përmes Krishtit, kishte siguruar shpëtimin prej hirit përmes besimit. Kjo gjë shihej në Biblën latinisht dhe në sistemin kishtar të pendesave dhe të veprave të mira. Kjo ishte arsyeja pse Bibla duhej përkthyer dhe në fund të fundit kjo është arsyeja pse Tyndale u martirizua. Ai shkroi: "Është besimi nëna e gjithë veprave të mira, që na drejtëson përpara se të bëjmë ndonjë vepër të mirë. Ashtu sikurse bashkëshorti martohet me bashkëshorten para se të ketë fëmijë të ligjshëm me të. Njeriu është i humbur, frymërisht i vdekur dhe i dënuar. Perëndia është sovran. Krishti është i gjithë mjaftueshëm. Besimi është gjithçka." Përkthimi i Biblës dhe e vërteta e Biblës ishin të pandashme për Tyndalin dhe ishte pikërisht e vërteta, posaçërisht e vërteta e drejtësimit vetëm me anë të besimit, ajo e cila e përflaku Britaninë me zjarrin e reformimit dhe që solli dënimin me vdekje të përkthyesit të Biblës. Në tetor të vitit 1536, në moshën 42 vjeçare, fylli me një vrim i Tyndalit u thye, teksa e lidhen pas turrës së druve, u mbyt nga xhelati dhe u përcëllua nga flakët. Por, për shkak të përkthimit të tij të Biblës në gjuhën e përditshme, fishkëllima u shndërrua në një kor të madh britanik të përbërë prej shërbëtoresh, këpucarësh, si dhe madje bujqish të rinj.